Emërimi i Ferit Hoxhës në krye të Ministrisë për Europën dhe Punë të Jashtme u prit fillimisht pozitivisht, duke u vlerësuar si një diplomat karriere me përfaqësim dinjitoz ndërkombëtar. Megjithatë, një debat i fortë është ndezur pas publikimit të një mesazhi të pretenduar nga opozita. Deputeti i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Belind Këlliçi, publikoi një komunikim që thuhet se i përket ministrit, ku përdoret një gjuhë fyese ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Nëse ky mesazh rezulton i vërtet, kritikat ndaj Hoxhës janë përqendruar te mungesa e etikës dhe respekti ndaj bashkëkombësve jashtë kufive. Deri tani, ministri nuk ka reaguar publikisht për të sqaruar apo mohuar përmbajtjen e mesazhit, çka ka shtuar dyshimet dhe debatet në opinionin publik. Nga ana tjetër, institucioni që ai drejton ka reaguar duke e cilësuar bisedën si të sajuar. Situata ka ngritur pikpyetje mbi përgjegjësinë politike dhe morale të një zyrtari të lartë në komunikimet e tij, veçanërisht kur bëhet fjalë për komunitete shqiptare jashtë vendit. Diskutimi është zgjeruar edhe në aspektin më të gjerë të standardeve etike, në qeverisje dhe transparencës ndaj publikut. Në këtë kontekst, disa zëra kërkojnë sqarime të plota dhe nëse pretendimet provohen, edhe marrjen e përgjegjësive përkatëse. Ndërkohë, çështja mbetet në nivel akuzash dhe kundër akuzash, pa një konfirmim zyrtar përfundimtar mbi autenticitetin e komunikimit.